anë për veprimet të cilat janë bërë në veri. Ato çfarë i përmendët ju në fillim, qëndrimet tona kanë qenë parimore. Më pastaj edhe gjithë pjesën tjetër që me një farë mund të quhet operacion policoro-ushtarak. Po. Unë ju kuptova. Domethënë, qëndrimi ynë ka qenë parimor, veprimi ynë ka qenë ligjor, dobia e pamohueshme. Kur nuk jemi nisur prej asaj, aja vlen barra qiran. Por integriteti territorial, sovraniteti shtetëror, paqja, siguria dhe rendi publik janë të panegosjueshëm. Prandaj edhe më kanë votuar për kryeministër. Se me pa qenë ndryshe, ka pas edhe politikan të ndryshëm. Po mu më kanë votuar për këtë gjë qytetarët e Republikës dhe unë besoj se në këtë kuptim kam qenë serioz dhe i sinqert. Por retroaktivisht, nëse mendoj tash, aja ka vlejtur barra qiran. Pra, a priori nuk ka menduar paraprakisht aja ka vlejt barra qiran. Por sot mund të mendoj posteriori. E posteriori mendoj që ja ka vlejt barra qiran. Ja ka vlejt fort. 16% territorit. Non stacione policore i kje rrotull kufirit. 37 rrugë ilegale kanë qenë, 29 veri, kena mbyll krejt. Nuk ka më banka popullore e Serbis, nuk është më posta dhe banka kursimore e Serbis, të gjitha komunat paralele i kemi mbyllur, nuk ka në veri të Kosovës kriminal të mëdhej më, 3 prej tyre në burg Ngërdoc, apo në Dyz, si shtuhet në mënyrë të popularizuar për burgun e sigurisë lartë, ndërkaq shumica dërmuese e tyre kanë ikur në Serbi, 3 janë vrarë në Banjsk para më shumë se 2 viteve, pra ja ka vlejtur barra qiran fort. Sovraniteti shtetëror, integriteti territorial janë zbatuar duke e pasur piknisje sundimin e ligjit dhe organet e rendit e të inteligjencës tek ne kanë bërë një punë të shkëlqyeshme. Pra, në fund fundit jam qërtuar unë. Dikush mund të mendoj që ka humbur ca Kosova, po më besoj ato që e ka fituar si shtet është pakrahasimisht më e madhe e më e vlefshme.